Në pamje të parë i gjithë kjo situatë për shembull mund të ngjaj edhe mund ta fajsoni Kristin për shembull. Jo se u po dalë këtu në mbrojtje të Kristit. E vetmja gjë që mua s'm pëlqen për shembull, okay, shumë bukur më erdhi natë që ndodhi në liderlikun të qenit lider të atij. Në kohën kur u bë lider ndodhi gjithë kjo sepse kjo gjë mund ta dobësoj për shembull për aftësinë e të qenit lider. Okej, por pse ndodhi gjithë kjo? Joela shkon i kërkon makinën llogaritse Brikenës në një moment që ato ishin duke bërë llogaritë e ushqimit. Dhe tani çfarë ishte ajo që u tha aty? Brikena i thot Joelës mos ma kërko sepse jam duke bërë të marrën llogaritë do ta japim. Dhe Krishti i thotë Joela largohu se sa të marrën do të japim të bësh jo një po 5. Vjen Rogerti ja merr letrën, Krishti na dora me dhun, okay? Ja merr me zor. Ngrihet Krishti për t'ja marrë letrën. Aty e lag me shishën e ujit. Pse e lagu me shishën e ujit? Nuk e lagu për letrën, nuk u ngrit për ta lagur. Shikojeni pak me vëmendje këtë video, po shumë me vëmendje. Shikoj pak këtu tani, ja. Shikoj, opa. E shtyti kështu Krishti? Krishti u largua kështu sepse ai e shtyti. Aty mori inat Krishti dhe ja futi se i pari që bëri prekje fizike ishte Rogerti. Po ta shikoni shumë mirë se Krishti u ngrit për t'ia marrë letrën, se okay, në pamje të parë themi direkt neve, okay, e lagu Krishti. Jo më vlla. Ai e shtyti Kristin, ja shtyti dorën. Shikojeni edhe një herë me vëmendje se mbase nuk e keni parë mirë. Shikojeni prapë momentin, këtu, opa. Pra, Rogerti e shtyn, Kristi ikën me gjithë trup, okay? E shtyu. Dhe në atë moment ai shtrëngoll dhëmt aty edhe ja fut me shishe kokës, domethënë me ujin e shishës e lagu atë, ai e bënte aveshi, se hyri ujin vesh. E kupton? Kjo ishte e gjitha se si ndodhi, por ajo që mua më vjen inat shumë, që unë më ngjar shumë shpifur, është sjellja e Joelës, se gjithë kjo zanafillë, gjithë kjo gjë nisi nga Joela. Ose nëse do të kthehemi prapë në fillimin e bisedës, ishte që Stenaldo i tha Kristit, unë dua buxhet personal siç ti e kërkove kur mori Armiri, kur ishte Armiri lider që e the për duhan. Kështu që edhe unë dua të kërkoj buxhetin personal, dakor tha Kristi, do të japim buxhetin personal, po prit të bëjmë këtë për të gjithin që të marrim të kemi të ham, pastaj shikojmë ajo që na ngjelet për buxhet personal. Okej, pastaj vjen Joela aty dhe e nxiti gjithë këtë gjë. Duke qenë se Joela dhe Rogerti janë të dy grup, le të themi një farë dyshe më e shëmtuar dhe më e liga, dhe në këtë moment që jemi duke folë që është data 11 shkurt, është një ndër dyshet më të këqija, pra janë të këqijat e domosdoshme të atij formati, ndodh kjo që ndodh. Dhe Brikena me Kristi nuk po them se janë të mirë, po kaq të këqij sa këta nuk janë absolutisht. Fundja fare ata ishin duke mbaruar dhe duke mbrojtur të mbaronin detyrën e tyre që ju kishte dhënë vllai i madh të bënin buxhetin se 60 minuta. Besonin që nuk dalin të bëhet një buxhet për 16 persona. E kemi kaluar vetë dhe nuk të dilin 60 biles. Kishte momente që ngelin pa marrë produkte, se mbaronte koha dhe kur mbaronte koha duhet ta kthejë letrën mbrapsht. Këta kërkuan që të mbaronin përpara listën, pastaj të jepnin makinë llogaritse Joelës, se vonoheshin duke bërë listën, por Joela duke ditur që ka kunjën me Brikenën, se Brikena e kapi Joelën vesh te lori kafe duke thënë ty turp të visi femër që je, si nuk erdhe që nuk foli një llaf, ti flisi Rogerti dale vlla, se e ke gabim këtë lloj, nuk i futet tjetër skrevat. Joela i tha pse duhet mvitu, pa i mban përgjegjësi për veten e vet, kalojën e vet, nuk mbaj, po mirë i tha Brikena, ti ke shoqëri me atë dy fjalë si femër që je, mund t'i thoshe, s'më intereson. E aty inat Joelës me Brikenën u bë, le të themi në fjalë u zyu këto dyja, u përfshi Kristi me Rogertin, se Rogerti ishte jashtë fare një herë, u përfshi ai, erdhi ai në këtë lloj debati. E ndodhi kjo që ndodhi. Por nëse do ta shikoni me kujdes, mos thoni që mos ja lini Kristit të gjithën, por shikojeni pak se ka shtytur me dorë Rogerti Kristin. Dhe unë mendoj që patjetër duhet të shkojnë njëri për shkakun, tjetri për pasojën. Njëri shkak se shkak pasojë ishte gjithë kjo, e kupton? Njëri për atë, njëri për këtë, të shkojnë kokë në kokë këtë votime, dali Rogerti. E di shumë të sigurt se s'mund ta nxjerrin dot Kristin para Rogertit. Do thoni juve pse? Po jo më shpirt, se call centrat janë ata që janë me Rogertin.